Tani jemi në showroomin Skifteri Drones në Gjelan, në të njëjtin showroom ku kryeministri jon e preu shiritin e inaugurimit. Studentët e Future Minds Academy dhe punëtorët e Skifterit nuk kanë të ndalur. Sot një javë e kem postu një video e cila e demonstron talentin e studentëve dhe punëtorëve tonë. E demonstron kapacitetin që kanë arritur këta studentë. Dhe kjo video është bërë një incizim nga njëri prej klientëve tonë jashtë Kosovës, dhe në këtë video droni Skifteri K1, i cili ka një payload, ka marrë me veti 42 kg, ka vazhduar fluturimin përmes një rakete. Vetëm t'ja qartësojmë se ne për shkak demonstrimit nuk e kemi fillu dronin për disa minuta, ai ka qenë vetëm për shkak që të demonstrojmë se si duket prej larti, mirë po pastaj me raketë është nis dhe ka qëndruar në ajër mbi 7 orë. Natyrisht nuk ka shku një vije drejt, mirë po ai në ajër ka bërë disa cirkulime dhe me konkludimin ton ka vazhduar një rrugtim, një distancë mbi 1000 km, 1124 km. Dhe pastaj në fund ka goditur një objekt me precizitet maksimal. Sekuenca goditjes të projektit, të objektit është prek me AI për shkak sigurie. Okay? Edhe e gjithë video është që të demonstrohet talenti dhe kapaciteti i punëtorëve tonë, studentëve tonë, klientëve dhe kandidatëve potencial që i kemi, sidomos nga Bashkimi Evropian. Kështu që ne jemi tejet të gëzuar, sidomos edhe me inovacione tjera që po ndodhin. Kur gjo nuk është Skifteri K1 se çfarë do t'i bashkangjitet flotës tonë ajrore. Do të bashkangjitet një produkt i ri i cili quhet Skifteri Miga Vitol. Ky produkt është në udhëheqjen e nipit të herojt ton kombëtar, Agim Ramadanit, vllaut ton të dashur Muhamet Hairullah dhe partnerit ton në këtë udhëtim mallështor. Muhamet, a ke mundësi na tregosh për Miga Vitol? Miga Vitol është risia më e re e kompanisë Skifteri në bashkëpunim me kompani të tjera. Është prototipi i parë i krijuar në këtë madhësi në Kosovë me një gjerësi prej mbi 5 metër në krah dhe trup, i cili e ka mundësinë e kohës së fluturimit deri në 6 orë, ka një shpejtësi prej 150 km/h, peshë prej 15 kg, shkon në lartësi ose po them kushtimisht largësi deri në 500 km, ndërsa në lartësi 6000 metër. Kamera mbaret prej porositësit. Roli i tij kryesor është komunikimi në koordinata mes produkteve tona, të thotë Skifteri Miga Vitol, K1, FPV-ja dhe të tjerave të cilat jem vetë në përfundim e sipër, njëjtë edhe me Vitolin, është prototipi i parë i kësaj madhësie. Testuesi i saj është në prodhim e sipër dhe sigurisht pasi të kaloj testimet e pranueshme prej nesh, do ta ekspozojmë opinionit publik, do të ndajmë aq informacione sa është e nevojshme. Ta kuptojnë të gjithë natyrën e kësaj, se është një industri e ndihshme dhe ne nuk kemi hapësirë të korrespondojmë sipas dëshirave të tjerëve, por ne e përfaqësojmë kompanitë tona dhe ndajmë aq informacione sa është e nevojshme. Pas Miga Vitol do të vi edhe risia më e madhe e një produkti të pakrahasueshëm të Skifterit, Skifteri M1, për të cilat ne do t'ju ndajmë informacione në të ardhmen. Edhe sot e tutje një qerek shekulli pas jetojmë me shumë thonje të komandantit Agim Ramadanit. Njëra ndër to ishte kur pushkët bashkohen e kanë edhe krisma më të mirë. Andaj lusim rinin që të bashkohet në projekte të tona, në projekte inovative, robotike dhe të ndryshme në akademinë tonë së bashku me Ridvanin. Punë të mira për na presin. Çka thon Ridvan? Ha, dhe për hajna koftë.